Mirë se vini në këtë vështrim të thelluar mbi një temë që, sinqerisht, prek jetën e secilit prej nesh çdo ditë, edhe pse shpesh mund të mos i kushtojmë vëmendjen e duhur. Sot do të zburojmë diçka vërtet fantastike, se si veprime fare të vogla të ndarjes së burimeve mund të transformojnë rrënjësisht lagjet tona. Është një cikël i jashtëzakonshëm. Kalimi një objekti të vetëm nga një dorë në tjetrën krijon një efekt zinxhir të vërtet. Dhe jo, nuk po flasim vetëm për anën financiare, por për ndryshimin e vet indi të shoqërisë sonë. Pra, le të fillojmë. Lind natyrshëm kjo pyetje. Çfarë ndodh në fakt me gjërat që nuk na duhen më? Mund të duket si një detaj parëndësi, por fsheh një realitet shumë interesant të përditshmërisë. Të mendojmë pak për ato rrobat e strukura thellë në fund të dollapit, librat që thjesht po zën pluhur në raft, apo karrocat e bebeve që fëmijët i kanë lënë pas me kohë. Ato që ndrojnë aty, në heshtje, në shtëpitë të gjithëve ne. Por çfarë ndodh vërtet kur marrim vendimin t'u japim atyre një jetë të dytë? E po, këto objekte marrin papritur një kuptim krejtësisht të ri. Ajo që është vërtet më gjepse këtu është kontrasti thellë mes dy botëve krejt të ndryshme. Nga njëra anë, kemi një objekt që është kthyer thjesht në një barr të harruar, një rrëmuj që po zë hapësirën fizike kot. Por, nga ana tjetër, fiksi njëjti objekt, në momentin që kalon pragun e një shtëpie në nevojë, kthehet befas në një fije shprese, kthehet në një lehtësim të jashtëzakonshëm financiar, është e pabesueshme, është saktësisht i njëjti send, por vlera e tij ndryshon kryekëput në varësi të duarve që mbajnë. Kultura e dhurimit, një praktikë humane që shkon shumë përtej një transaksioni praktik, për të ndërtuar solidaritet dhe mshuri dhe një shoqëri më të ndjeshme. Prandaj, ky shpjegim i sodëm nuk ka të bëjë thjesht me lirimin e hapësirës në shtëpi. Absolutisht jo. Kemi të bëjmë me një zhvendosje të madhe mendësie, nga konsumizmi i pastër drejt një solidariteti të thellë njerëzor. Kjo kulturë na rikthen te vlerat më thelbësore, të ndajmë atë që kemi, të tregojmë dëmshuri dhe të kujdesemi vërtet për ata që kemi pranë. Është fiks ajo që na bën të jemi njerëz. Pjesa e parë, thesari i fshehur në dollapat, nga gjërat e harruara tek gëzimi emocional. Le të ndalemi pak tek pajisjet për bebe, karroca, krevate, ulse makine, lodra edukative. Sinqerisht, asgjë nuk e ilustron sfidën financiare më mirë se këto. Janë tepër të kushtueshme për familjet e reja. Por ja ku qëndron paradoksi, foshnjat rriten me një shpejtësi marramendëse. A e dinit se një foshnjë mund të ndërrojë deri në 6 masa rrobash vetëm në vitin e parë të jetës? 6. Pra, këto pajisje shumë të shtrenjta përdoren për një kohë fare të shkurtër, dhe kështu shpesh përfundojmë orendi pothuajse të reja, të cilat mund t'ua hiqnin menjëherë atë mal të thepisur financiar familjeve me të ardhurat të ulta. Dhe kjo ilustron genialisht se si durimi i një karroce të vetme shkon shumë përtej kursimit parave. Po, mbështetja materiale është aty dhe është thelbësore, por ndikimi i vërtet, ajo karrocë kthehet fjalë për fjalë në një mjet mbështetjeje për lagjen, ofron një qetësi të papërshkrueshme për një familje në vështirësi, duke u treguar me vepra se ata nuk janë vetëm. Është një provë prekshme që komunitetit i bëhet vonë, një mesazh solidariteti i paketuar si një mjet i përditshëm. E njëjta logjik vlen edhe për lodrat. Të mendojmë për një lodër të mbyllur në një kuti plastike diku në Papafingo. Është e heshtur, pa asnjë ndikim, një potencial i ndalur. Por mjafton t'i jepet një fëmijë që mbase familja nuk ka mundësi t'i blejë materiale edukative dhe transformimi është, wow, është vërtet i mahnitshëm. Ajo lodër befas sjell gëzim të pastër, ndes kreativitetin dhe luan një rol absolutisht kyç në zhvillimin intelektual e emocional. Krijon atë ndjesinë e normalitetit dhe lumturisë që i takon çdo fëmije. Kaluam te pjesa e dytë. Dhurimi i dinjitetit dhe gëzimit. Ndikimi emocional i një paltoje dimri. Kriteret për një dhurim dinjitoz, të pastra, të ruajtura mirë dhe të përshtatshme. Është thelbësore të theksojmë diçka këtu. Ky proces nuk është thjesht një pastrim shtëpie. Ofrimi veshjeve të duhura mbron shëndetin gjatë atyre dimrave të ashpër, por mbi të gjitha mbron dinjitetin e njerëzve. Dhurimi nuk do të thotë të heqim qafe mbeturinat, absolutisht jo. Është kalimi një stafete respekti, prandaj duhet bërë me shumë kujdes për t'u treguar atyre që marrin se ata janë vërtet të vlerësuar. Ky mendim përmblidhet bukur nga ky citat. Ndihma e vërtet nuk është të japësh atë që nuk vlen më, por të ndash diçka që ende ka vlerë. Fjalë vërtet fuqishme, apo jo? Na bëjnë të reflektojmë thellë. Ndihma e sinqertë është pikërisht ky akt i qëllimshëm, i ndarjes së diçkaje plotësisht funksionale dhe të vlefshme. Kjo e ngre aktin e të dhënit nga një thjesht spastrim dollapi në një gjest fantastik dashurie dhe vlerësimi për njëri tjetrin. Pjesa e tretë. Fuqizimi i lagjeve lokale.
efekti zinxhir social. Tani, le ta zgjerojmë pak këndvështrimin për të parë pikturën e madhe. Si ndërtohet një shoqëri e shëndetshme? Po, kur një familje ofron diçka, ndërtohet menjëherë një urë komunikimi. Ky shkëmbim fizik e thyen ata akullin e jetës moderne të ftohtë, duke i kthyer fqinjët nga thjesht të njohur kalimtar në një rrjet mbështetjeje. Ndarja e këtyre burimeve e ul në mënyrë drastike atë izolim social që shpesh është aq i dhimbshëm për familjet në nevojë. Krijon fjalë për fjalë një strukturë komunitare shumë empatike dhe të lidhur. Dhe e dini çfarë është ndoshta efekti më i mrekullueshëm afatgjat? Fëmijët mësojnë bujarinë, mirënjohjen dhe përgjegjësinë shoqërore thjesht duke vëzhguar durimet brenda shtëpisë së tyre. Kur shohin të rriturit që marrin pjesë në këtë kulturë ndarje, ata përthithin leksione jete që asnjë libër nuk mund t'u mësojë. Mësojnë natyrshëm të jenë mirënjohës dhe të ndjejnë përgjegjësi për komunitetin, dhe kështu formohet një gjeneratë e tërë e shëndetshme. Pjesa e 4. Reduktimi i mbetjeve për qëndrueshmëri, ndikimi mjedisor. Le të shohim kontrastin mjedisor, rrobat dhe lodrat në landfille përballë reduktimit të mbetjeve dhe promovimit të një kulture të qëndrueshme. Të jemi të sinqert, industria e tekstilit dhe plastika e lodrave janë një barre të mërshme për planetin sot. Kemi dy mundësi: rrugën shkatruese, duke hedhur gjëra të përdorshme në kosh e duke rritur ndotjen, ose rrugën e zgjuar, të qëndrueshme të ripërdorimit. Ripërdorimi përmes komunitetit është thjesht një mikrozgjidhje geniale për një makrokrizë botërore. Zgjatja e jetës së këtyre objekteve promovon një kulturë vërtet të shëndetshme mjedisore. Atëre, si ta ndërtojmë këto kulturë praktikisht? Hapat janë shumë të thjeshtë. Gjithçka fillon direkt në shtëpitë tona. Nuk kemi pse të presim vetëm organizatat e mëdha. Fillon duke identifikuar gjëra që nuk përdorim, duke ofruar ndihmë për familjet e lagjës, duke u bërë pjesë e aksioneve lokale. Secili prej nesh e ka në dorë të nisë këtë cikël të jashtëzakonshëm që sot, duke marrë hapa të vegjël, pa pritur ndërhyrjen e askujt tjetër. Pjesa e 5. Masa e vërtet e pasurisë. Pasurimi i shpirtit të komunitetit. Kjo është një e vërtet sa e bukur aq edhe e pamohueshme. Dhurimi nuk e varfëron njeriu, ai e pasuron shpirtërisht dhe forcon të gjithë shoqërinë. Të japësh atë që të tepron nuk të lëkur më të varfër, përkundrazi, është një lëvizje që rrit në mënyrë eksponenciale humanizmin e gjithë lagjes. Është një lloj force e heshtur, por tepër e fuqishme, që e bën shoqërinë ku jetojmë më elastike dhe shumë herë më njerëzore përballë çdo sfide që mund të na dalë përpara. Ndaj, le të bëjmë një pauzë dhe të mendojmë thellë, si e masin vlerën e vërtet të një komuniteti. Pas gjithë këtyre që sapo diskutuam, nga karrocat që ndryshojnë jetë, tek palltot që mbrojnë dinjitetin, e deri te shpëtimi i planetit, mbi çfarë themelesh bazohet vlera e njerëzve që jetojnë pranë njëri tjetrit? Ky është vërtet thelbi me të cilin duam të përmbyllim vështrimin ton sot. Po e mbyllim me këtë citat brillant nga materiali ynë burimor. Vlera e një komuniteti nuk matet me çfarë posedon, por me atë që është i gatshëm të ndajë. Përmbledh gjithçka fikse ashtu siç duhet. Pasuria e vërtetë e një lagjeje nuk është grumbullimi pafundit të mirave, por gatishmëria për t'i ndarë ato. Shpresojmë vërtet që kjo analizë të shërbejë si një frymëzim për të hedhur një sy brenda dollapeve tana. Vetëm mendoni pak, nëse secili prej nesh do të ndante vetëm një objekt të papërdorur sot, sa jetë njerëzësh do të kishin ndryshuar deri nesër në mëngjes.